A ka qumsht të mirë dhe qumsht të litë, si shtuhet, nuk ka? Jo, s'ka. Kur ka qumsht, ka qumsht. Nuk ka... Tepër të ralla janë ato raste kur nuk ka qumsht. Po. Tepër ralla. Mirë, po kur ka qumsht... Stimulimi e bjen sasi. Po pra, s'ka të i keq i mirë. Nuk ka. Ditët e para është ajo ngjyra, mandej ka e ditë shumë nana thojnë, mas 3-4 dite mu bo shumë i hollë, është ngjyra shumë e qeltë, është shumë e hollë, nuk është gjini mirë, të gjitha këto janë mite, nuk ka ashtu. Që mos tjetë një arsye për me një Jo, nuk ka nevoj mirë. Tash varet krejt edhe prej ushqyeshmërisë pak nanës edhe prej teknikës së gjithanjes. Dhe më thonë, teknikisht kur nuk mund mi dhonë dhe nuk stimulohet mirë, natyrisht që ka me ullë prodhimi i qumshtit. Mirë po kjo vërtetohet shumë kollaj me një matje të bebës apo në shtëpi me atë urinim. Nëse një bebe urinon mjaftueshëm, atëherë edhe gradualisht shton pesh, do me thonë ka gjitë mjaftueshëm dhe është i ngopur mjaftueshëm. Është i ngopur dhe është të shku krejt mirë. Edhe është i ushqyeshëm me një fjalë. Me një fjalë.